Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur, jemi takuar edhe kësaj të shtunë bashkë dhe si rëndom do të përpiqemi të trajtojmë një temë e cila konsideroj se edhe kësaj radhe do të ngrej kërshërinë tuaj. Kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarin e ditës së sotme, profesorin Zymer Neziri, një personalitet i shquar në Institutin Albanologjik të Kosovës, njëherët një mbledhës i folklorit, një studiues i madh i letërsisë, këngëve kreshnike edhe shumë elementeve tjera të cilat lidhen me kulturën tonë tradicionale. Profesor Neziri ka ardhur nga Prishtina dhe ne falenderojmë që është sot këtu me ne. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Që ta bëjmë sa më të qartë diskutimin e sotëm, fillimisht do ta lëshojmë një material të shkurtër me disa fotografi të punës suaj kërkimore për ta njohur më shumë personalitetin tuaj krijues. E ndjekim materialin pak minutësh dhe rikthehemi menjëherë për ta filluar diskutimin me profesorin. Profesor Dr. Zymer Ujkan Neziri ka lindur në Zahaq të Pejës në një familje të ardhur nga Shtupeqi i vogël i Rrugovës. Ka doktoruar në vitin 1995 në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës për temën Poezia legjendare e Rrugovës. Një kohë ka punuar në arsim, por është përndjekur nga regjimi serb për shkak të veprimtarisë kombëtare. Me 1971 pranohet asistent në degën e folklorit dhe të etnologjisë të Institutit Albanologjik të Prishtinës. Nga përjashtohet me urdhër politik me 1973, ndërsa rikthehet aty vetëm në vitin 1992, ku ka marrë edhe titullin më të lartë, me 2003 këshilltar shkencor. Ka qenë edhe udhëheqës i degës së folklorit në Institutin Albanologjik të Prishtinës dhe antar i redaksisë së revistës Gjurmime Albanologjike, Folklor dhe Etnologji. Profesor Neziri është epikolog i shquar, i cili ka mbledhur në terren në viset tona në 5 shtete të Ballkanit, kryesisht këngë epike historike e legjendare dhe ka hulumtuar do shkrime arkivore nga fusha e epikës gojore shqiptare brenda e jashtë vendit. Pjesëmarrës në shumë konferenca, simpoziume e tubime shkencore në Itali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Kosovë. Gjithashtu ka marrë pjesë edhe në një tubim të studiuesve botror në Pekin. Profesor Neziri ka paraqitur kumtesa në konferenca shkencore kombëtare ndërkombëtare nga fusha e epikës gojore shqiptare në disa qendra të njohura studimore në Ballkan, Europë, Azi dhe Amerikë. Ka marrë edhe shumë çmime e mirënjohje kombëtare për kontributin arsimor, kulturor e shkencor. Profesor Neziri është antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe laureat i çmimit Pjetër Bogdani të Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës në vitin 2009 për veprën Studime për folklorin 2, epika gojore dhe etnokultura. Gjithashtu ka publikuar brenda dhe jashtë vendit qindra artikuj e studime për letërsinë, folklorin, etnologjinë e historinë. Ka në dorëshkrim edhe disa monografie, vepra studimore dhe 27 vëllime të këngëve të eposit të kreshnikëve. E pas këtij materiali, profesor, edhe njëherë faleminderit, si po kaloni këto ditë, cila është puna, aktiviteti juaj i përditshëm? Po, kryesisht jam në përfundim të vëllimit vijues, të vëllimit të 6, dhe besoj se në muajin që vjen do të jetë gati kështu edhe për lexuesit. Është një vëllim që kushtohet leutarëve të para 20 vjetëve, pra të krahinës së Rrugovës, në të cilët punova shumë ditë, shumë muaj, shumë vjetë. Ishte ajo periudhë 79-88, kohën edhe kur bëja kërkime për disertacion doktorate. Dhe tash, për herë të parë, do të kemi në folkloristikën shqiptare, do të kemi, domethënë, nga një biografi të secilit
do të kemi, repertorin e tyre, do të kemi jetën e tyre të cilën e kaluan nga lindja deri në vdekje, dhe njëherë do të ketë të dhëna për arkivim në materialeve të tyre dhe botim në materialet e tyre. Ashtu siç është vepruar në historinë e letërsisë për krijuesit, letrarët, pra poetët, prozatorët dhe të tjerët, kësaj edhe unë veprova dhe besoj se është një punë që është dashur të kryet edhe më herët, nuk është kryer, po ja tash bie fjala do të kemi përpara një vëllem që dëshmon për jetën në vijimsi pra të trashëgimisë sonë etnokulturore në fushën e epikës, në atë epikë pra të cilën sot krenohemi që jemi ndoshta të parët në Evropë, nëse jo s'paku jemi ndër të parët në Evropë, që kemi ruajtur ndër shekujt dhe është një epikë që u ka dhënë zemër shqiptarëve në kohën e robërisë, pra i ka forcuar pra, dhe si të tillë ata kanë vazhduar me përpjekjet për liri dhe bashkim. Dhe epika pra në këtë rast pra mbetet ajo fusha ime e nisur diku para 40 vjetësh dhe në vijimsi edhe tash. Sa është e rëndësishme për një shoqëri, për një popull, për një këmbë që të ruhet, të përcillet edhe të gjinden forma të promovimit të kulturës tradicionale, epikës, këngës krishnike, prozave të ndryshme, të cilat e kanë përfaqësuar identitetin shqiptar? Po, natyrisht nevoja, siç thatë ju, është e madhe. Unë mund të them është nevojë e jashtëzakonshme. Mundësit janë të jashtëzakonshme. Vlerat janë të jashtëzakonshme. Por kjo e fundit qëndron, e para qëndron, e dyta është në luhatje. Për shkak se interesimi i shoqërisë pra i organizuar, shoqëri organizuar në shkallë të shtetit pra nuk është interesimi mjaftueshëm. A kemi ne një trashëgëmi? Po, e kemi me siguri. Edhe pse qalojmë në këtë drejtim? Çka ta merr mendja kur e dim që shkrimtarët të secilës epokë kanë marrë modele nga kultura tradicionale? Po, shikoni, qalimi i paraqitjes së vlerave, siç thuhet ndryshe dhe i promovimit të vlerave, ishte një qalim, pra e para ishte robëria, ishte shumë e gjatë, robruesi apo pushtuesi ishte ai që, kishte një qëndrim shumë të veçantë ndaj kulturës shqiptare, ndaj gjuhës së tyre, ndaj veshjes së tyre, ndaj flamurit të tyre, pra, ndaj përpjekjeve të tyre për liri. Dëshmi është se kemi të dhëna bie fjala në kohën osmane kur thot vritni lahutarët, sepse ata shkonin me një muzikë lufte, me një këngë lufte, pra, që i forconte luftetarët. Dhe ata vërtet shkonin në beteja ku betejat i fitonin, pra ishin fitimtar të betejave, sepse instrumenti lahutës dhe kënga lahutës, pra kënga krishnikëve ose një këngë tjetër epikës heroike historike, ata i forconte, i bënte edhe më të fortë, më të qëndrueshëm dhe vërtet i bënte fitimtar. Pra ishte një qëndrim tjetër, një qëndrim që pastaj ka vijuar kështu deri në përfundimin e robërisë në 1912. Aty fillon një robëri e re, pra, kjo që përfundoi tash me përfundimin e luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Por vlerat kanë mbetur. Vlera epikës, siç thatë ju, ka mbetur një armë e fuqishme, pra, jo vetëm e artit, po një armë e fuqishme, pra, që mbështetet përpjekja për liri, mbështetet përpjekje për bashkim. Dhe je fuqi asaj përpjekje, je fuqi të jashtëzakonshme. Prandaj popujt i duan epikat. Fatkeqësisht Evropa nuk ka më epik të gjallë. As popujt të mëdhenj siç janë gjermanët, bie fjala, francezët nuk i kanë këngë të gjestre, gjermanët nuk i kanë nibelongët, bie fjala. Dhe lart atje deri te Kalevala Finlandës nuk e kemi në qarkullim me këngën e vjetër epike. Shqiptarët e kanë ende. Prandaj edhe në projektin që realizova në periudhën 12-16, aty veç shihet se ne epikën vërtet e kemi ende të gjallë, sidomos krahun e eposit heroik, legjendar, dhe në vendin e UNESCO pra, ku deri më tash nuk kemi pasur mundësi të jemi atje, ka pasur mundësi pra që ky projekt të kaloj më herët, sepse është i nisur në vitin 2008 në Institut Albangjik. Pra është i vetmi epos i gjallë, epik heroik legjendar, pra që është i gjallë pra në Evropë dhe mund të kalonte në UNESCO, por për shkak të disa vështirësive
që ka ndodhur në Prishtinë, pastaj edhe në Tiranë, ne ende nuk e kemi eposin e UNESCO. Sa keni studiuar me vite letërsinë popullore, e dini si frymon kjo letërsi, cila është veçantia folklorit ton shqiptare kështu me radhë, sa ju ka përmbushur kjo profesionalisht dhe shpirtërisht, kur dim se ka qenë një punë kolosale, një punë e vazhdueshme, besa edhe e lodhshme. Po, keni të drejtë, sepse nuk ishte lehtë, është një rrugë e vështirë. Unë bje fjala kur u përcaktova për epikën, ishte koha para gati gjysmë shekulli, saktësisht para gjysmë shekulli, në shkallën e tretë të studimeve, ne u përcaktuam rreth 9 kandidat, domethënë të specializimit për fushën e epikës ose të lirikës ose të baladës, sepse ky përcaktim yni ishte një përcaktim kombëtar, pra jo vetëm letrar, sepse ishte një nevojë domosdoshme, një nevojë e jashtëzakonshme, pra që studimet të shkojnë përpara, pra studimet në fushën e letërsisë popullore, ku atëherë kishim bje fjala një përpjekje për një disertacion doktorate të profesorit Dëmushala, që u mbrojt më vonë, një përpjekje që bënte aso kohë prap një profesor tjetër. Domethënë kishte qaq pak përpjekje sa gishtat e dorës dilnin më shumë se sa që bëshin përpjekje. Tirana kishte përpjekje të mira, kishte rezultate të mira, ne në Prishtinë nuk ishte mirë. Kështu që profesor Qemal Haxhiasani më tha, mos u merr me poetikën e vargut, mos u merr me të madhërishmen, siç propozohen në projekt, se janë tema kabinetit që nesër një brez mund t'i kryej mirë, edhe me sukses, po merru me gjendjen sot. Do t'jetë një rrugë e vështirë, siç thatë ju, do t'jetë një rrugë shumë e gjatë, por një rrugë që sjell sukses, edhe në qoftë se ti thot e kryen këtë punë bje fjalën krahin e Rugovës, atëherë edhe një jetë, po ta kishe, thot ti i del borxhit folkloristikës, edhe i del borxhit edhe kombit. Dhe unë natyrisht punova në kushte jo të mira, sepse në Institut Albangjik pata edhe unë atë fatin që e kërkuam vetë brezi ynë, pra brezin e kundërshtisë, pra të gjendjes së popullit shqiptar, pra ishte brez që kërkonte Republikën, kërkonte kushtetut, brez që kërkonte pra dhe vetëvendosje, sepse ato i kishin të tjerët, prandaj edhe ne i kërkuam, dhe kështu, domethënë ishim një brez që pastaj duhej paguar, edhe atëherë kur ishin në veprim të kërkimit shkencor, domethënë të ishin në shenjese të pushtetit, prandaj mua më larguam nga Instituti Albangjik në vitin 73, domethënë ende pa i mbushur 2 vjet, por unë nuk u ndala, vazhdova punën në kushte jo të mira dhe shkoj një periudhë 19 vjet gjatë. Prandaj edhe këtë projekt që përmenda pak më parë në Rugove kreva në kushte jo të mira, me financim familjar, pra, dhe sot jam shumë i lumtur sa aty dolën 15 vëllime material, që në atë kohë ishte dikur rreth 1/4 e mbledhjes epikës heroike legjendare, pra nga Gustav Majeri e Këndej. Dhe ky projekti tjetër natyrisht ishte për UNESCO dhe ky ka 15 vëllime, domethënë praktikisht janë 30 vëllime që kanë kaluar për dorën time, si i thonë, në këto 40 vjet dhe që janë rrafsh sa 1/3 e mbar asaj që është mbledhur deri më sot. E në gjithë këtë rrugtim profesional ju keni kaluar cep më cep, derë më derë për të kuptuar, sepse kjo është edhe veçantia e letërsisë popullore. Me siguri keni edhe sekuenca të ndryshme për të cilat është vështirë të ndani cila më rëndësishme së tjetra, por keni diçka që ndoshta rrugës e ke mësuar sa i përket këtyre veçantive që ka letërsia popullore? Po shikoni, e veçanta e saj, thotë dhe në fillim, ju shumë letrar tanë që sot kanë emër në fushën e dijes, pra, në krye me Gjergjin, pra, dhe në krye me disa të tjerë që vërtet e kanë shfrytzuar letërsinë popullore, e kanë shfrytzuar si mas, edhe njëherit si bazë, edhe një mbështetje, po dhe si material. Dhe ka ndërtuar vërtet romane, ka ndërtuar poema, apo Lauta e Malësisë, bje fjala është ndërtuar mbi këto baza, pastaj edhe të tjerat, dhe kështu, pra, por
e veçanta e saj është se është një krim kolektiv, si që quhet në vetë shkencën e folkloristikës, po individet janë ata të cilët i kanë quar përpara proceset. Në këtë rast, pra librin që e përmenda, librin tim vijues, është një libër që u takon atyre që vërtet janë bartes, dhe ata, dhe më thonë, e sollën dhe më thonë një tradit të shekujve pra, dhe e sollën ta mëndej në ditët tona. Së është një tradit shumë e gjatë, për shkak se këtu dhe filloi lufta me shkollën serbe, pra me shkollën e Beogradit, sepse ata gjithmonë, dhe më thonë, majën e lisit e kanë mbajtur në Shënjestër. E maja e folkloristikës shqiptare, dhe më thonë, është eposi i Krashnikëve. Pra, janë të gjitha të mira, të gjitha shumë të mira, janë vërtet më të mira se çdo gjë tjetër, dhe më thonë, nga njëherët që kanë të tjerët, por eposi i Krashnikëve, dhe më thonë, është kreu i vlerave poetike pra dhe etnokulturore të trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve. Prandaj ata kanë pasur në Shënjestër. Dhe ne nuk ishim kuadër të mjaftueshme ta mbrojmë. Tash po, ishin diku rreth 21 kontestime, tash heshtin kam rritur ndoshta kontestimi i fundit ishte Mosha, konferencën e parë që mbajtëm në vitin 2010, që ishte konferencë e madhe, madje edhe më e madhja këtij lloji që është mbajtur ndonjëherë në botë pra, duke llogaritur dhe konferencën e Pekinit 2012 dhe atë të Harvardit po ashtu 2010, dhe aty përfundimisht ata hoqën dorë edhe bartësit e idesë së shkollës serbe, se eposi Krashnikëve është i ri shekulli 17. U dëshmua përfundimisht të marrin vesh edhe fëmijët e fillores se në shekullin 17 nuk kemi pasur konflikte me serbët. Në shekullin 17 nuk u prem me serbët, po kishte një përpjekje për aferim me ta që bashkarisht forcat e Ballkanit të bëhen bashkë pra për t'u kundërvend pushtetit osman. E përmenda përpjekjen e Budit, bie fjalën në fillim, të cilin pastaj kur e hetoi pushteti osman, ja vuri një lak në qafë dhe vitin e drik, erdhi Pietri tjetër. U bë një gjyq pas sa viteve, një gjyq i turp shumë për vdekjen e tij. Erdhi Pietri tjetër, pra Pjetër Bogdani, dhe ai i çoi më përpara këto procese dhe natyrisht ishte një prish shpirtëror i kryengritjes. Prandaj shekulli 17 nuk përfaqëson një gjendje lufte ose një gjendje kacafytjeje, një gjendje e përgjakjes pra, po është një gjendje e përpjekjeve. Prandaj ata nuk e përmendin më shekullin 17 era përfundimisht. Krijimi i tij është një krijim pra, është vijimësia, një hallkë, një zinxhiri të epikës ilire pra, që ka vazhduar pra edhe në periudhën e arbërisë mesjetare, vazhdon edhe sot pra, ilirët kanë pasur epik. Ilirët kanë pasur pra këngë epike, kanë pasur vallë epike dhe instrumente të cilat i kanë përdorur, duke filluar si thonë vonë nga Straboni pak para fillimit të epokës sonë dhe duke vazhduar me të tjerët pra kemi të dhëna pra se ilirët vërtet kanë qenë popull edhe gazmor, kanë qenë edhe popull që kanë përdorur instrumentet muzikore, kanë pasur edhe vallën epike, këngën epike pra dhe instrumentet të cilat një pjesë e tyre janë sot vetë lahuta, domethënë është një vijimësi e kësaj tradite pra të vegla muzikore, po edhe të këngës. Po dëshmia më e mirë është bie fjala dëshmia gjuhësore e profesor Katiçiçit, njeriu që ishte me autoritet shumë të madh në botën shkencore, jo vetëm të Ballkanit, po edhe të Evropës, dhe ai thot, aq kanë qenë thot epik ilirët, sa edhe fëmijëve të posa lindur u kanë dhënë emra epik. Thot kjo tradit në 18 kultura të mesdheut ku bashkohen 3 kontinente, ku bashkohet Evropa, Afrika dhe Azia, asnjë popull thot nuk ka qenë thot aq epik në emërtimin e fëmijëve pra sa edhe fiset ilire që ishin në ballë të sulmeve, të cilat i përballonin pra të atyre që i sulmonin. Edhe vajza thot kur i emërtonin, domethënë fillonin me tipin e emrit Teut pra, që me përmbajtjen e tij thot është një formulë epike për njeriu që do tokën e vet. E nëse dëshmoshin në luftë, thot kalojnë në fazën e dytë të emërtimeve, domethënë në fazën e emërtimeve të dëshmorëve siç i shpallim ne sot, dhe në fazën e tretë kalojnë në shkallën Magapinos, thot në fazën e heronjve. Thot përfundoj disa familje natyrisht që siç e patëm në luftën e fundit, thot nuk mërziteshin shumë për luftën, fëmijëve u venin emrat e tjerë, Longar bie fjala apo jo Zgatan, ose Bledar Zbetan, ose Ledar Dhëlknak e kështu me radhë,
Thot, por, kjo tradita tjetër epike, ishte një prej traditave, ashtë e mira, thot, sa i mbulon të gjitha traditat e të tjera dhe del në krye, pra aty ku bashkohen 3 kontinente. Pra kjo ishte mendimi profesorit Katičić, që mua më ka ndihmuar shumë, që jo vetëm dalim të shekulli 17 të bëjmë luftë në shkollën serbe, po të kalojmë në shekullin e 6-7 kur filluan ta vinin këtu, pra, siç thot Lamberti, dhe kjo është hallka e re e eposit të Krasnikëve. Hallkat e tjera vazhdojnë tutje në periudhën e sundimit romak, pra, në kohën e parasundimit romak, dhe është një epik, pra, me një jetë shumë të gjatë. Prandaj po mbyll me konstatimin se është aq e vlefshme, aq e mirë, aq e madhe, sa asë një fjalë, edhe nëse i thua, edhe madhështore, duket pak, pra, dhe prandaj thash, në fillim prap, ajo e mesit, pra, kujdesin ndaj saj, nuk është i mjaftueshëm. As në Tiranë që dikur ishte, as tash nuk është, pra, në Prishtinë, edhe po edhe jo, ma shumë jo se po, nuk ka institut e eposit në Prishtinë, nuk ka degë e eposit Krasnikëve në Prishtinë, në kuadrët të degës e folklorit, ku është sektori poezisë dhe i prozës, pra dhe jetë në muzikologjisë, kuadrë ka shumë pak, kuadrët në kanë penguar gati të gjitha qeverit, që të formojmë bje fjallën në institut, dhe në 200-300%, pra t'i ngrisim kapacitetet intelektuale, profesionale, asnjë nuk është lodhur për këtë punë, dhe vazhdojnë të mos lodhen, duke menduar se s'ka nevojë të lodhen. Dhe kjo është ajo keqja, pra, që do duhej sa më parë të ndryshoj, pra, institutit të kthehet në një qendër e madhe botërore, se dhe ashtu është botërore, se nuk ka punë që bëhet për ballkanistike në botë, prej Harvardit deri në Pekin, pra në Akademinë e Shkencave të Kinës, që kur doan të shkruajnë për Ballkanin, për ballkanistiken, pra ata i shikojnë prodhimet shkencore të Tiranës dhe të Prishtinës. Për bujqin e snakqyrin, as dhe në astronomi, si i thonë, se i kanë vlerat, i kanë krijuar, por për këto citohet Prishtina, pra citohet Prishtina dhe Tirana dhe vlerat që janë krijuar. Sa ka Kosova studiues të mirëfillt të këtij zhanri, sa është interesimi i gjeneratave të reja për t'i studiuar këto fusha në mënyrë që të trashëgohet ajo pastaj brez pas brezi? Po është një pyetje shumë me vend, sepse kur i thua dikujt nuk kemi kuadro, gjithmonë të shkon mendja, ata nuk duan të bëhen kuadro të institutit apo të një institucioni tjetër dhe të vazhdojnë. Gjithmonë thonë të shkon mendja se nuk ka interesim. E unë po i them që në kohën e luftës, pra pak para fillimit të luftës, ne shpallëm një konkurs në institut ku të gjithë thanë ajni në veti ju. Kemi disa 10 mijë, 100 mijë, dhe më thonë Serbia qiti në rrugë, ju po hapni vendet e reja të punës. Dhe unë kërkova 20 shokët u pajtua në institut, kërkuam leje aty, dhe në fund kërkova leje edhe të Ibrahim Rugova, kolegu im që ishte në atë kohë kryet lidhjes demokratike, dhe leje për 10 asistent. E dini sa ka qenë rroga? Ka qenë rroga sa mund të blente një duhangji, vetëm duhanin e muajit. Ai ka qenë rroga. Më thonë ka qenë dikur rreth 25-30 marka, dhe në ato kushte ne në kanë ardhur 75 kandidat. Të gjithë me rezultatet e larta, pra në gjuhë edhe në letrësi, po edhe në histori. Ne i morëm vetëm 10. Pra secili meriton të jetë asistent në institut. Ata tash janë një shtyllë e institutit, po janë vetëm 10. Që nuk mjaftojnë për... Shtyllën e pas luftës nuk e ndërtuam, sepse kishim pengesa nga vetë bashkia ndërkombëtare, nga vetë UNMIK-u, pra ishim në listën e zezë. Ata nuk na thanë, po veprimet e tyre ishin tamam si në listën e zezë. Pastaj këtë rend jo të mirë e vazhduan edhe ministrat tanë dhe trajtuan institutin si e trajtuan. Sot për sot ka degbje fjala seksion, në institut ka 18% dhe në 25% ma pa kuadros sa dikur. Më thonë, problemi është qelsi shtetëror që thot po në rregull, thot unë thot bje fjala po aplejen që të merr një 10 asistent ose 20. Ne kërkuam 80 mas lufte.
një ministër nuk po përmend emrin e tij, i dalë me tha Instituti Arkeologjik në marrë 80 kuadro. Pra interesim ka vajza, ka djem që vërtet kanë rezultate shumë të mira, rezultate që janë si më thonë dëshmi se ata mund të vazhdojnë shkollimin edhe në shkollat e mira të Evropës dhe të Amerikës. Këtë punë nuk e kemi kryer sepse kjo nuk mund të kryhet nga një institucion, por duhet kryhet nga vetë institucioni shtetëror. E që nuk e kemi tash për tash sepse kështu janë rrethanat, me shpresë që një ditë do t'i mbushet mendja dikujt se Instituti Arkeologjik duhet të ketë spakut 125 studiues, jo 43 sa i kishte. Që ata të vazhdojnë pastaj edhe se gjithmonë zgjata pak, po se shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë pse nuk ka. Shumë mendojnë se nuk ka për shkak se nuk duan. Po të merren në institut bie fjala me shkencën, sepse shkenca është njësoj sikur një kartherra kanë thonë të tjerë parameje, i ke për para, dhe nëse e hanë në sy, se mund t'i hash një kartherra, atër mund të merresh me punë shkencore. Por, sa të kryet ki kartherra, vjen kerri tjetër kartherra. Prandaj njerëzit largohen, prandaj është e vërtet se kemi pak. Por, kjo megjithatë nuk i ka trembur atë brezin që përmendat brezin në viteve 90, që erdhen dhe nuk do t'i tremte as të tjerët. Ne i morëm edhe 10 pas luftës, pa leje. Lypëm leje, zan leje, morëm njeri si shpriti 3 vjetë. 3 vjetë priti në listën e rrogave, nuk e qitnin. Po, ishte jashtë listës. Po, dhe të tjere të larguan, vazhdohen fakultetin e edukimit, dikush në filozofik, dikush në filologjik, dhe kësisoj, dhe më thanë, jemi keq me kuadro, sepse e keqja nuk vjen nga interesimi kandidatët, po e keqja vjen nga mundësia që kandidatët u hapet dera dhe që të vinë në institut. Po, faleminderit. Profesor, studimi, hulumtimi në arkiva të jashtme është një element shumë i rëndësishëm për secilin studiues. Ju e keni pas këtë fat, madje keni shtriktuar ndoshta në shumë vende për të kuptuar në detaje se cili është kontributi i letërsisë sonë. Sa është rëndësishme për një studiues të hulumtojë edhe arkivat e jashtme? Po, përveç punës në terren dhe në arkivat tona, pra kombëtare në Tiranë dhe në Prishtinë, arkivat e jashtme janë të domosdoshme. Unë arkivin e parë në botë e kalova Evropën, pra kalova Amerikën, pra kalova në Universitetin e Harvardit në vitin 2002, ku dikur isha paraqitur nështë një 28 vjetë për para. Por peja nuk më dha pasaport, tha ke ndalje 20 vjetë edhe kaloja jo, pa ta fituar dhe fondacionin Fulbright, pra për bursë, për doktorat, dhe shkova me 2002, isha dhe më thonë në kërkime të pas doktoratës, dhe isha në kërkime në koleksionin më të madh amerikan, pra të etnokulturës shqiptare, të etnokulturës së Ballkanit, pra e që është krijuar në vitet 30 shekullit e kaluar. Ka një emër, pra koleksioni Milman Perit, pra i letërsisë gojore, dhe aty pash madhështinë, pra madhështinë, jo vetëm në shkollë që në 4.000 sa universitete amerikane mban pozitën e parë, po dhe të një arkivi, pra, që konsiderohet në arkivet më të vlefshme amerikane dhe botërore të traditës etnokulturore, të fushës e epikës, pra, të popujve të Ballkanit Perëndimor. Fatkeqësisht ai koleksion quhet, edhe në internet e keni, koleksion serbokrat. Unë bëra vrejtje, po e pagova pasaj se profesori rreth 7 javë ditë nuk ka pi kafe me mua, po. Dhe thash, ja heq një emri, nuk është serbokrat, po është koleksion shqiptar, vizë bosnjak, vizë kroat, vizë serb. Po, dhe ashtu ja kanë dhënë emrin atëherë, sepse ata kur erdhën nga Harvardi në Jugosllavi, serbët i morën më të mirë, deri në strukturat më të larta të mbretërisë, pra, dhe pastaj edhe u dhanë informacione jo të plota, jo të mjaftueshme për epikën shqiptare. Ata rastësisht të zbuluan se po punojnë me bartës e epikës shqiptare. Rastësisht, pra, edhe në fund ata janë shpallur, dhe më thonë Homerët e fundit të Evropës. Po nga Sanxhaku, pra, njeri nga tunit Obrov, pra, të Bjellopoles dhe tjetri vinte nga krahu tjetër, pra, nga krahu tjetër i pazarit, dhe që të dy, pra, ky tjetër veç u deklarua, sa është Kelmendas, ai pari kishte frikë të deklaroj, sepse atërës që dini në vitet 30
ishin planet, dhe më thonë që përgatiteshin dhe janë përgatitur dhe kanë filluar të zbatohen, pra plani Çubrilovicit, bje fjala Ivan Riç dhe planet e tjera, të krejt popullsia muslimane, pra shqiptare dhe jo shqiptare, më thonë bosnjake, të hiqet nga trojet e veta, pra dhe tu japin rrugë, në më thonë për Anadol dhe për vise tjera të Turqisë. Kështu që ata e kishin frikë, ai bën të flisin e bardh, po nuk deklarohej. Mirë po në fund të bien gjitha në ujë për shkak se ai në sintaks, në fund, analiza e fundit që u bën në vitin 74, ai nuk ka sintaks slave. Në më thonë nuk ka sintaks bosnjake. Sintaksa e tij është kundër gjitha rregullave bosnjake. Në më thonë, ai këndon shqip, po vetëm leksikun e ka qitur, në më thonë, në vend një leksik shqip të përkthyer. Mirë. Dhe po, kjo ishte ajo, dhe më thonë, pjesa më e madhe, më e rëndësishme për cilën kanë shkruar të tjerë para meje, po unë isha drejt për drejt, dhe më thonë, isha në Vorbull. Aty punova 7 javë ditën e natën, solla më shumë se 10 kg peshë trupit, më pak në Atlantikut, pra, po solla dhe materialet e tjera që janë shumë me vlerë, më shumë se edhe pesha ime e trupit, dhe kjo ishte ajo pjesa, dhe më thonë, e pamjes e një arkivit, pra, të cilin kisha ndruar kohë të gjatë, dhe pata fatin tjem aty, pastaj kam shkuar me 2007, me 2010, kam shkuar përsëri dhe tash para 2 vjetësh e kam mbajtur në ligjërat, atje isha profesor mysafir. Kurse arkivi tjetër, prap po përmend vetëm këto të dy, arkivi tjetër është arkivi Vjenës. Atje isha me 2004, aty ishte arkivi i një profesori gjerman i cili është marrë me shqiptare 43 vjet. 43 vjet. Është njeriu bje fjalë që ka adhuruar aq shumë lahutën e marxisë dhe fishtën, sa thot, kjo vepër meriton të propozohet për çmimin Nobel, po. Po, Maximilian Lambert. Dhe çfarë thuaj aty për shqiptarët? Maximilian Lambert, po. Ai epikën tonë ngrit, më thonë, në vendin ku e ka, ngrit në qiell, se vërtet vendin aty e ka. Bile fjala në qiellin e poetikës e vargut epik evropian. Dhe e ka ligjuar këtë land para studentëve, ka shkruar një studim shumë të gjatë. Prandaj, ai njeri, domethënë, meritonte që dikush të afrohet edhe të shoh se unë kam rritur një 60 dosje të shoh në arkivin e Akademisë së Shkencave, në arkivin e Vjenës, por kam mbetur edhe gjysma tjetër. Pa ta fituar një bursë të Ministrisë Federale të Shkencës dhe aty po është, domethënë, si funksionon një arkiv në Evropë, një vend që s'duket i madh tash Austria, dikur e kishte madhështinë vetë mbretërore, perandorake, po tash ende e ruan, domethënë, madhështinë perandorake dhe mbretërore në arkivet e veta, në universitetin e vet. Dhe studentët tanë shkojnë rrallë, se ti s'paku duhet t'i kesh, brenda në shtëpi, si thonë, e pastaj ti mësosh të ecin, dhe e dyta, t'u amundsosh të shkojnë atje ku duhet të shkojnë. Prandaj thash, kuadrat që do duhet t'i krijonim më njëherë pas luftës, të fillonim t'i krijonim, sot do t'i kishim pazon 80 profesora. Do t'i kishim për 25 vjet, nuk janë 80, se nuk lajnë të marrin, se thanë, ju keni luajtur meq, që po kërkoni të hapni bje fjala, të hapni 80 vende të reja punë në institut. Pra, problemi qëndron të raporti i shtetit me institucionin, pra i ministrisë përkatëse, dhe në qoftë se ministria përkatëse nuk lëviz nga vendi, ose ka një pengesë tjetër, ne kemi pasur pengesa tjera natyrisht e brendshme, se nuk janë mërzitur shumë për kuadro, disa që i kemi pasur aty që duhet të mërziteshin, edhe kjo ishte, po fundit, to kanë qenë njësi të vogla, apo minore, si u thonë, krahasim me pengesat e mëdha që janë ata që hapin derë. E dera në këtë rast është vetë shteti, është vetë qeveria, dhe më thonë këtë rast është vetë ministria përkatëse. E zgjata prapë të, po unë mendoj se themra e Kilit, këtu qëndron të pyetja që e bën t'ju, një pyetje shumë me interes, pra nuk është problemi i refuzimit, se ata nuk duan, po është problemi se është dera e mbyllur. Profesor, edhe diçka, për shkak të këtyre angazhimeve dhe angazhimeve tjera për atë dhe dashurin e atyre viteve, ju edhe u burgosët, u përjashtuat nga puna disa herë, do më thënë, ju kushtoj ky rrugtim kogja shumë? Po, kushtoj shumë, po mund t'ju them sinqerisht që në ato rrethana ka qenë e pamundur bje fjala
të thuhet se mbarova studimet në fat të rregullt, edhe në prezent shkollën e lartë edhe në Prishtinë, me 3 përjashtime nga puna, po, me 2 arrestime kështu me radhë. Ishte vështirë, po unë mendoj me vullnet çdo gjë kalohet. Edhe atëherë kur nuk janë kushtet, unë e pata vështirë, pra, po megjithatë synimi im ishte instituti, dhe shkova në institut. Baba jem kishte dronë që në institut do të kemë prapë probleme, do të kemë një përjashtim të 4, dhe me pyeti a ke punë në fëmijë, thash jo, nuk kam, profesori po, profesori Anton jep dhe mësim, fakultet. Dhe kaq, nuk më tha pse nuk po shkon diku kon rroga më e mirë ose ku mundesh me marr banesë tjera. Dhe aty ndodhe në vjeshtën 72 dhe e letra titull që e zbatuan këtu nga Gjakova, si thonë rrethina e saj, në të gjitha viset e Kosovës, kryesisht në arsimtarët e gjuhën letërsisë dhe të historisë, që i takonin brezit 68, i takonin brezit të Demaçit, pra, ose brezit në dëshes, pra, nacional-demokratës. Dhe në ta 3 breza bën një listë për një 200 save, vetëm për t'i hyrë, si më thonë, në hatër Beogradit, se që edhe na po bëjmë diçka vërtet në këtë rast Komiteti Qendror, sa e letër ishte shkruar nga ata për Serbinë. Dhe i përjashtuan në këto institucionet e larta, domethënë në fakultet dhe institute ishim dikonja 16 në listë, unë isha i fundit, natyrisht se isha fëmijë, krahasim me profesorët e mi, vje fjala Sami Pejen që ishte 2 i dënuar me vdekje, nga italianët dhe nga jugoslavët. Pastaj ishte Ajrullah Gorani, të dytë fakultetin juridik ekonomik, ishte Mark Krasniqi, po në atë fakultet, që si përkras, domethënë demonstratë 68, ishin Vllazërit Agani, ishte Recep Qosja, profesori me kështu me radhë, domethënë ishin tamam yndyrë e dijes që aso kohë kishim në institute dhe fakultete. Për fat ajo letër u ndal në zbatim të 16 vjeçit, po unë e pagova 16 vjeçit 19 vjet. 19 vjet. Po, 19 gjatë deri në qershor 92, domethënë atëherë kur u prish Jugosllavia. Por gjatë kësaj kohe, domethënë pata që thatë rrugë e mundemshme, ishte shumë e mundemshme, natyrisht për familjen time, për fëmijët e mi, për gruan time. E kështu për të gjithë, po unë megjithatë e kreva atë që po, këtu do doja dilja. Sot pas këtij rrugtimi 40 vjeçar, punë shkencore, hulumtuese, arkiva, dokumente, gjuhë të argumentuar, të gjitha e bëjnë bashkë një karrierë tuajën profesionale. Gëzoheni, ndiheni mirë që keni arritur letërsisë shqipe, ose thjesht kombit shqiptar t'ja falni këtë pasuri kaq të madhe të letërsisë popullore? Po, natyrisht... Ose thjesht trasuat atë rrugën e Demaçit edhe shumë të tjerëve? Po, ishte një rrugë, si që thash edhe në fillim, si që thatë edhe vetë ju, një rrugë jo e lehtë. Po, kjo pjesa e kënaqësisë që përmendni ju, natyrisht kjo i mbulon të gjitha. Sepse e di që unë kreva një punë të cilën sot nuk është në gjendje për ta kryer as punëtori më i zellshëm mbi brezit e ri, sepse nuk ka kumë. Domethënë, ata njerëz që i kishim dikur si Bartes, që ky libri i juos që del, është fjala për 44 lautar. Secili më i Zoti së shoqi, më i mirë së shoqi, një vlerë botërore, jo vetëm ballkanike, jo vetëm evropiane. Dhe sot nuk janë më, domethënë ata hanë dhe sot, prandaj ato vlera do t'i merrnin me veti, po të mos kryej projekt. Sa projektet i tjera do duhet kryeshin aso kohë në Kosovë, nuk janë kryer. Derisa një krahinë e vogël me 14 katonde, sjell ty para historisë sot, sjell bie fjala 15 vëllime, po Kosova ka rreth 1500 katonde. Dhe çfarë do të sjellte, nëse do të studioshin dhe analizoshin? Nëse do të bëj, po nuk ishte kush, domethënë kishte shumë pak për të marrë me to. Prandaj edhe ato kanë marrë rrugën e pak them të historisë. Instituti kam rritur të bëjnë vetëm 3 vëllime. Prandaj kur shkova unë i qova edhe 15. Po nuk ishte nami 15, se të duheshin t'ishin edhe shumë ma shumë me 10 vëllime. Unë kom thënë në atë kohë Kosova ka spakut i ka dikur rreth 50 vëllime material, qoftë se rrugova me 14 katonde, nxjerr një 15. Pse të tjerët vje fjala me 100 katonde si është Drenica 104, pse nuk i ka Drenica 15? Nuk i kemi. Tash kur kreva kërkimin atje 2012-2016, shifrën 8,
plus 4, 12, e ngrita diku në 76, mirë po është shumë pak. Jo është gjendja tash. Si i keni përshkru, se cila është veçantia këtyre lahutarëve që ju i keni përmendur? Sepse kur dim që simbolika e lahutës në letërsinë shqipe ishte një simbolike veçantë. Po, unë mendoj që po të mos ishin këta, do të vazhdonin të tjerët me instrumentet e tjera, këto të tjerat që kanë moshë më të re, bje fjala çiftelia, sharkia, po dhe të tjerat që janë para tyre, bje fjala fylli, ose deri te fleta që përdor sot ansambli Rugova, bje fjala ende që është. Dhe sa keni studiu atë që lahuta është instrumenti yni, me i zbe ato hipotezat të cilat ko pas kohë kanë qëndruar historikisht? Po, mirë. Një koncert që unë bajt në Frizen ishin nga jashtu, para 4-5 vjetësh herë më duket nga Zvicra. Dhe më thënë, drejtuesi i koncertit kërkon vetëm një fjali për lahutën. Falni. Ju lutem. Dhe unë i thash, thuani atij se sllavet e jugut kur erdhen në Gadishun lirik, lahutën e gjetën këtu. Shumë e bukur. Qenka e definuar jashtëzakonisht. Po, se do thonë jo shekulli 5, jo pak ma vonë, jo pak ma heret, jo erdhi. Vërtet këtë instrumente kanë pasur popujt, nga Gryka Gibraltarit edhe deri në Azinë e Largët. Kanë pasur këtë instrument. Por, kjo nuk do të thotë se dikush e ka marrë prej dikujt, po, sepse teoria e tretë pra, që është sot në fuqi, teoria e trashëgimisë kulturore, thotë se popujt në fillim, siç është menduar të gjermanët, bje fjalat e vllazërit Grimm, të gjitha dolen nga një pikë. Nga pika bje fjala indase dhe kultura, pastaj aty doli etnokultura, vallja, kanga, riti, miti, instrumenti, e tjera, e tjera. Ra poshtë ajo, erdhuan anglezët. Por anglezët thanë se popujt kanë dhënë dhe kanë marrë. Ra poshtë edhe kjo nga teoria tretë, se ka popuj që kur nuk e kanë shikuar njeri tjetrin, pra as për tregti, as për të mirë, as për të keq, bje fjala një aborigjeni Australisë, po azon me një ilir, ose me një tjetër bje fjala që në Amerikën qendrore. Do të thotë, në kushtet të caktuara të zhvillimit shoqëror, pra ekonomik, politik, social e tjera, popujt kanë pasur nevojë edhe për këngën, edhe për të përcjellur këngën, edhe vallet, pra edhe dokët, edhe ritet, prandaj këto vetveti u kanë lindur. Pra në fillim ishte lahuta me një tel, pra si vegël muzikore shumë primitive, edhe sot si e tillë konsiderohet, por që ajo ka mbijetuar të shqiptarët. Po, profesor, diçka marr në përgjithësi trevat shqiptare, cilat anë janë më të pasura me letërsi popullore? Janë të gjitha, por për llojin bje fjala për cilën po flasim ne, janë zonat malore, zonat e thella malore, po dhe zonat kodrinore, po dhe zonat fushore kanë përdorur, po dal nga dal tash ka mbetur të zonat e thella. Bje fjala mbi pe fillojnë përfundojnë Alpët shqiptare dhe fillon krahina Rugovës. Dhe aty ka qenë ma lehtë të ruhet tradita, sepse zakonisht pushtuesi ma lehtë e ka pasur për të shkelur një qytet, ma lehtë e ka pasur për të shkelur një rrafsh, po. Domethënë si pozitë gjeografike. Pastaj përveç Rugovës në këtë krah këndej kemi edhe shalën e Vajgorës shumë e pasur, ku profesori Antoni filloi kërkimet më njëherë pas luftës së dytë botërore. Pastaj nuk ishte vetëm edhe shalja e Vajgorës në atë krah, po ishte edhe vetë Drenica, e cila fatkeqësisht mbeti e pambuluar pra me kërkime. Pastaj ishte edhe vetë Llapusha pra, në cilat kanë punuar tash në projektin e dytë pas luftës dhe vërtet shije që aty ajo pjesë që ka mbetur është vetëm pak tepër krahasim me atë pasuri që ka qenë para 40 vjetësh dhe vinë edhe zonat e tjera kështu si më thonë deri në Llapë Gallap, që Gallapi bje fjala këso kohë doli në këtë periudhën 12-16 doli me një vëllim shumë të trash, 700-800 faqe material. Domethënë nëse bëhet kërkimi si duhet, atër pa pikë dyshimit del kudo. Gjitha zonat. Si zonë e pasur, në më thonë konsideroj zona e thellë malore, që është Rugova, zona e thellë malore bje fjala që është Nikajt, Mërturi bje fjala, vetë Gashi, Krasniqja dhe Bytyqi, pra Malësia Gjakovës, po dhe në alta atje deri në Shal, pra deri në Theth, pra në Shal edhe Shosh. Po dhe në viset e tjera, pra në Kastrat, në Kelmen, në Shkrel,
edhe në pjesën e hotit andej dhe këndej që ndau kufiri, po në pjesën e grudës të trieshit, pra dhe kështu me radhë deri te koja e kuqit. Domethënë ishin zonat dikur që vërtet kanë shkëlqyer, por zonat që megjithatë sot, domethënë po vazhdojnë rrugën e asaj që ka ndodhur bie fjala me postën gjerman, në Belongve ose të popujve të tjerë. Mbeta Borç, pa i përmendur zonat e tjera, në Preshef bie fjala Bujanovc, Medveç, e kefi, edhe atje kam gjetur bie fjala një fragment të Gjergj Rezalis me 12 vargje. Kjo do të thotë se ka ekzistuar një Gjergj dikur edhe me 20 më shumë, me 120 ose me 220 vargje. Pastaj e kemi zonën e Vardarit, pra e kemi domethënë prej Kumanova, atje tutje, madje deri në Shkup. Në Shkup kam gjetur lautar, po, kam gjetur lautar që këndojnë këngën e Krshnekëve, natyrisht të ardhur nga malet atje, nga malet e Kumanovës atje, pra, dhe kam gjetur bie fjala barsë të postit e Krshnekëve në Gostivar, në Tetov, në Kërçov bie fjala deri në garant të Kërçovës. Po, dhe këthot dikush, është e mund, nuk e përdorin lautën. Bile në shumë icën e rastë nuk e përdorin asnjë instrument. Madje e kanë këndimin gati krejt polifonik. Bile janë 3 zera, po ndoshta zeri 3 thonë e ndihmon zerin e parë ose të dytin, zakonisht e ndihmon të parin, por janë 3 zera, domethënë, ku këndohet në grup nga 2, 3, 4 deri në 5. Edhe atje. Dhe doli se e posi Krshnekë vërtet në Shqipërinë e Veriut, në të gjitha viset nga vija Elbasanit, si thonë, vija Shkumbinit apo vija e Gegnis, domethënë është gati ku të kërkosh. Profesor, edhe diçka. Duke ditur fuqinë edhe madhështinë që e kanë kreshnikët e letërsisë sonë, me kë do të mund ta krahasonim një kreshnik të dikurshëm me kreshnikun e sotëm? Jo në emra të përveqëm, por në tipare ose karakteristika. Sepse sikur përdoret vend e pa vend në një farforme, sikur quhen kreshnik disa njerëz të cilët nuk i kanë virtytet e kreshnikëve të letërsisë sonë. Është vërtet. Po, unë mund t'ju them se ato tipare janë ndërtuar gjatë shekujve. Disa tipare natyrisht janë të përtej asaj që quhet faza realitetit të ndërtimit të personazhit, prandaj quhet epik legjendare. Po, bie fjala koha në epos është një kohë që matet me një mas tjetër bie fjala. Me një poetik tjetër, poetika e kohës. Bie fjala thot, muajin e zurit, gjumi pak, u pështet thot, edhe fjet 100 vjet. E u qua i fërkoj sy, thot pas ka pasur pak gjumi. Është hiperbolla ajo e cilë natyrisht. 100 vjet fjeti, ose ke tjetër thot i bani 500 vjet burg. Po, e kështu me radhë. Pastaj e ke vargun bie fjala kur muaji shkon bie fjala në Mos, Miskov, ose shkon në Bagdad, po. Edhe shkon në një rresht e qënë, në një varg e qënë poeti. Domethënë e keni edhe poetikën e hapësirës që përtokohet, që raketa se përtokon aq shpejt. Domethënë janë dy poetika të poetikave të rregullta të krijimeve letrare, poetika, si më thonë, të përbysura. A do thotë kjo se kemi kreshnik ne sot? Po, shikoni, kreshnik kemi sot, janë kreshnikët e shekullit, bie fjala, kreshnikët e shekullit po sa përfundoi, sepse vërtet kanë tiparet e kreshnikëve. Kreshnikët njerë mas paret ishin për familjen e vetë të mirë. E donin familjen, e donin nanën, e ndëgjonin nanën, apo jo, e ndëgjonin tamon edhe atë kur nuk e kishin një baba, e ndëgjonin nanën sikur të ishin të dy prindet. E nderonin vllaun e madh, nderonin familjen. Kjo ishte e para. E dyta ishte pastaj nderimi në rrethin e gjerë familjar. Ishte nderimi në rrethin e gjerë të shokëve, të miqve, të krahinës. Dhe kësaj ndërtohej tradita e njeriut apo jo me tipare, edhe të gratë, edhe të burrat. E mandej vijnë këto të tjerat. Kjo e fundit, fuqia vjen e fundit, po fuqinë zakonisht kreshnikët tanë që janë krye kreshnik, bie fjala edhe muji edhe Halili e kanë një fuqi të mbi natyrshme, që nuk është njerëzore, nuk e kanë lindur nga nana. Që vjen një fuqi, domethënë e mbi natyrshme, në këtë rast vjen fuqia zanës e qenjeve, pra qenjeve mitike, të cilat në traditën tonë ruhen edhe sot. Trim si zana bie fjala. Po, mirë, ose ju ka prej ora,
e tjera, pra janë dy njësi, pastaj vijnë njësitë e tjera, po këto janë dy kryenjësi të cilat dëshmojnë për moshën shumë të lashtë e eposit kreshnikëve. Pra edhe zana, edhe ora, edhe kali që kupton gjuhën e kreshnikut bie fjala, edhe në këtë rast kur me jetën e kreshnikut bie fjala, e ke edhe gjithësinë që merret me ta, edhe ylli, edhe hana bie fjala, e kështu me radhë, domethënë kemi atë pjesën legjendare të cilën sot nuk e kemi sepse nuk ekziston. Sigurisht ka ekzistuar edhe atëherë, po megjithatë janë krijuar këto të tilla sikur të ekzistonin sepse është dashur të paraqesësh një fuqi të jashtëzakonshme të kreshnikut i cili bën çuditëra dhe njëherë del gjithmonë vitimtar. Faleminderit profesor, e shijova këtë diskutim, gjithmonë duke lënë radhën edhe në një moment të dytë të flasim edhe më gjatë për prurjet e juaja në letërsi dhe kontributin. Mirënjohës pafund për gjithçka që keni bërë, sepse puna juaj ka qenë derë më derë, ka qenë ndoshta puna që më vështira që mund ta bën një krijues, sepse një krijues i rëndom tulet në atë muzën e vet dhe krijon gjithçka, mirë po puna e ulëmtuesit dhe studiuesit të letërsisë popullore është shumë më ndryshe. Uroj shëndet, faleminderit, edhe ju rekomandoj edhe gjithë shikuesve tanë që t'i lexojnë këto punime dhe të shohin se sa e rëndësishme është studimi i letërsisë popullore. Sot unë t'ju tregoj shikuesve që e mora dhurat nga profesori gjurmimet e eposit të kreshnikëve në Ballkan, një studimi numër 5 për folklorin, një studim shumë i rëndësishëm për ju që keni pasion letërsinë popullore, kulturën tonë tradicionale, vazhdoni të studioni edhe të shihni në themel se sa e fuqishme dhe sa madhështore është letërsia jonë shqipe. Faleminderit profesor. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën. Një porosi për të rinjt? Unë të rinjt do t'i porositësha që në ditën që hapet dera shtetërore, ministrore, pra qeveritare, mos hezitojnë, pa pik hezitimi, pra pa pik dyshimi, t'ja mësojnë Institutit Albanëgjik dhe qendrave të tjera albanëgjike, pra ose të nalen të folkloristika, ose të etnologjia, ose të gjuha, ose të letërsia, ose të historia me arkeologji, pra janë 5 shtylla tonat më të rëndësishme për identitetin tonë dhe për ruajtjen e tij, pra edhe ashtu të rrezikuar sot. Faleminderit shumë për ju shikues të dashur. Ju rikujtojmë edhe një herë që kishim për disa minuta diskutim me profesorin Zymer Ujkan Neziri, një studiues i palodhshëm shkencor në Institutin Albanologjik të Kosovës. Vazhdoni të jeni me ne, vikend të mbar dhe takohemi të shtunën e radhës. Mirëmbëjtje.